Boni kujdes vëllezër e motra, pasi që nga sot datën 7 prill deri me datën 13 prill fillon aksion i madh policor në të gjitha rrugët e Gjermanisë, që quhet maratona e bliceve. Edhe imja ketë ju njoftoj, pasi që ju e din, ju kom njoftuar më herët për këtë aksion, por çka dua sot ju jap alo më sakt, që data 9 prill do të jetë data kur do të zhvillohet aksioni më i madh në Gjermani, që do të mundohet të paktën të përfshihen gjitha rrugët e Gjermanisë. Kjo është aksioni më i madh i hajnijës në Gjermani, që të zihen sa më shumë shofer duke kalu kishë shpejtësinë dhe të xhobiten sa më shumë. Ky aksion do të zhvillohet prej orës 12 deri në orën 17, deri në orën 5 të mbrëmjes. Prandaj bëni kujdes, shpërndoni këtë video që ta shohin të gjithë, dhe siç e thash, nga sot fillon deri me 13, por data 9 do të jetë ajo vendimtarja. Ka gjosa eventualisht dhe këtu ditë najkon eventualisht, por data 9 prill është data vendimtare. Prandaj Bayerni sipas gjitha gjosave dhe Sauerland nuk ju kanë bashkangjit këtij aksioni, kurse të tjerat të gjitha. Unë ju përshëndes të gjithëve me respekt. Muhamet Bajrami Meti, kaleni sa më mirë.